Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Adriana Matoshi ka adresuar kritika ndaj opozitës dhe qasjes së tyre të paqartë rreth zgjedhjes së presidentit. Në vim, postimi i saj plot: "Qysh more s'po pranoni as emrat mi dhona? E çka për shembull ju kishit pëlqy juve? A ti thom binit me ju bo një pako, për shembull, një emër dhe 2 terminale, ose një emër dhe 200 hektar tokë, ose 2 emra dhe krejt bordet, ose pa emër, veç Telekomin, ose as një emër, veç me ju shti në punë, pa kunkuru e forta, folni loçka se kërkush s'pedin çka po doni, a more binush, po më dhimbsesh me kon jetu pas punë." Aktori Görkem Sevindik, i njohur për rolet e tij në serialin Estref Rüya, është takuar me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë një eventi publik në një moment që ka tërhequr vëmendje të madhe. Sevindik, i cili kohët e fundit ishte bërë objekt diskutimi pas deklaratave të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ju drejtua Erdoganit duke thënë: "Siç e dini, Izraeli më kërcënoi." Në përgjigje, presidenti Erdogan u shpreh se nuk kishte dieni për këtë çështje dhe i uroi aktorit suksese. Ky shkëmbim u shpërnda shpejt në rrjetet sociale, duke u bërë viral dhe duke nxitur reagime të shumta. Ngjarja lidhet me reagimet e mëparshme të ministrit Ben-Gvir, i cili kishte kritikuar aktorin për qëndrimet e tij ndaj politikës izraelite, duke e përmendur edhe në një postim publik, ku kishte bërë deklarata të forta për dënime me vdekje ndaj të burgosurve palestinez. Njohësi i sigurisë Avni Islami ka reaguar pas vendimit që gjykata themelore në Prishtinë i dha Jelena Gjukanovićit. Islami, përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, ka shkruar se sot u vëlos drejtësia pas Jelena Gjukanović u shpall fajtore dhe u dënua me 6 vite burgim për spionazh. Institucionet e Kosovës, duke vepruar si një mekanizëm i koordinuar dhe i pathyeshëm, arritën të dekonspirojnë agjenten serbe dhe rrjetin e saj. Kur në prova dhe faktet e mbledhura nga prokuroria dhe kur involvohet AKI-ja, nuk ka as më të voglin mundësi për t'i kontestuar. Mesazhi është i qartë: në Republikën e Kosovës nuk ka vend për agjente bashkëpunëtorë që të cënojnë sigurinë dhe shtetin ton, ka shkruar Islami. Spionazh për bian Jelena Gjukanović dënohet me 6 vjet burgim. Ndryshe, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtore Jelena Gjukanovićin, ish zyrtare e OSB-s, duke e dënuar me 6 vjet burgim për veprën penale të spionazhit. Sipas akt gjykimit, Gjukanović është shpallur fajtore për bashkëpunim me shërbimin sekret serb BIA, duke përcjell informacione të ndryshme që lidhen me sigurinë dhe institucionet e Kosovës.